Përshëndetje shikues të dashur, jemi bashkë përsëri këtë të shtunën në fill për të ndarë me ju disa nga zhvillimet më interesante të javës nga bota e showbizit. Sigurisht që lancimet e reja muzikore janë gjithnjë në qendër të vëmendjes, por fillimi i vitit karakterizohet edhe me thashëtheme parashikime. Ndaj le të transmetojmë një përmbledhje lajmesh që zbulojnë për të gjitha të rejat e showbizit vendor gjatë kësaj jave. Pas suksesit të jashtëzakonshëm në Air Albania Stadium në Tiranë, Alban Skenderaj do të sjellë koncertin Motivi i jetës time në një tjetër nivel ndërkombëtar. Më 14 maj 2025, Milano do të mirëpres atë në sallën ikonike Unipol Forum. Hapësira më e madhe e koncerteve në Itali dhe një nga më të njohurat në Evropë. Për herë të parë, në këtë skenë madhështore, një artist shqiptar do të realizojë një spektakël të përmasave ndërkombëtare, dedikuar komunitetit shqiptar në Itali dhe më gjerë. Jam super i lumtur dhe krenar që për herë të parë në Itali do të realizohet një show i përmasave ndërkombëtare nga një artist shqiptar për shqiptarët. Italia ka ndikuar shumë në formimin tim si artist dhe si njeri, dhe është një nder që të performoj për një komunitet që ka dhënë kaq shumë, deklaroi artisti. Modelja Gresa Hoti bëri publike lidhjen e dashurisë në muajin shtator të vitit që lan pas me një DJ italian. Por ky i fundit, përmes një foto të publikuar, ka bërë të ditur se tashmë ka filluar një lidhje të re me një vajzë, duke konfirmuar ndarjen nga Gresa. Modelja ende nuk ka bërë ndonjë reagim lidhur me këtë. Gresa ka qenë në lidhje e cila nuk zgjati dhe shumë me Andi Hartanin. Të dy ishin njoftuar brenda shtëpisë së Big Brother VIP dhe pas daljes nga aty vazhduan edhe disa muaj, por që më pas të dy deklaruan se u ndanë. Nesër Melinda Ademi dhe Lumi B do të publikojnë bashkëpunimin e tyre të parë me titullin Eci në ora 12. Melinda dhe Lumi B, të njohur për suksesin e projekteve të tyre solo, kanë pasur sukses gjithashtu në bashkëpunime të mëparshme me artistë të tjerë, duke sjellë hite që vazhdojnë të dëgjohen. Kush do ta kishte menduar se Luiz Elli mund të krahasohej me dikë tjetër. Epiteti fenomen këtë vit duket se po i takon Gjestit, të paktën kështu po thonë një pjesë e publikut. Gjesti është dëshmi e thënia se kur një derë mbyllet, një tjetër hapet. Në orët e hershme të martës, ai u eliminua nga Big Brother VIP Kosova, ndërsa gjatë orëve të hershme të mërkurës, ai u fut si banor i ri në Big Brother VIP Albania. Mund të themi se ky veprim ishte krejtësisht i papritur. Është kjo një strategji e menduar mirë apo një hap i gabuar, kjo mbetet për tu parë. Megjithatë, një gjë është e sigurt, gjatë kësaj jave, Gjesti ka qenë personi më i ndjekur dhe më i klikuar në të gjitha trojet shqiptare. Gjesti, një nga emrat më të komentuar të Big Brother VIP Kosova, ka qenë në qendër të vëmendjes për lojën e tij. Megjithatë, dashuria e madhe që publiku kishte për të nuk ishte mjaftueshme që ai të vazhdonte qëndrimin në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova. Një nominim kokë më kokë me një banor tjetër, Drilon Rama, rezultoi fatal për qëndrimin e tij në lojë. Edhe pse Gjesti kishte mbështetës të shumtë jashtë, siç thuhej, votat e publikut ishin që banori tjetër do të vazhdonte lojën. Sipas Google Trends, interesimi për të parë Gjestin në YouTube del të jetë më i madh se për Drilonin.
dalja ati nga shtëpia nuk kaloi pa polemika. Një pjesë e publikut ngriti akuza për manipulim nga produksioni, duke kthyer largimin e tij në një temë në rrjetet sociale. Të shumë ishin ata që shprehen zhgënjimin e tyre, duke thënë se gjesti meritonte një shans të dytë për të treguar më shumë nga vetja në garë. Por gjesti nuk vënoi të befasoj edhe më shumë. Të martën, ai u bë pjesë e Big Brother VIP Albania, një lëvizje që askush nuk e kishte parashikuar. Kjo ngjalli spekulime dhe komente të shumta. A ishte kjo një lëvizje strategjike nga ana e produksionit të Big Brother VIP Albania për të rritur audiencën, apo gjesti vendosi të sfidoj veten si asnjëherë më parë? Gjesti tani gjendet përballë një sfide të re dhe publiku mund të ketë pritshmëri të ndryshme. A do të mundet ai të fitojë zemrat e publikut të Big Brother VIP Albania, apo do të hasë vështirësi në përshtatje me dinamikat e reja të këtij reality show? Pyetja më e madhe që shtrohet është, a bëri mirë që mori këtë hap të guximshëm, apo rrezikoi të humbas atë çka kishte ndërtuar deri tani? Sidoqoftë, rrugëtimi i tij mbetet për tu parë. Përndryshe, emri i vërtet i Gjestit është Besart dhe është 25 vjeçar. Ai u bë popularizuar me këngën e parë të publikuar me titull Idiota. Dafina Zeqiri, një nga artistët më të pëlqyera për publikun, mendohet se jashtë skenës po përgatitet për një rol të rëndësishëm në jetën e saj, atë të nënës. Detajet që po qarkullojnë rreth shtazanisë së saj kanë filluar të mbushin rrjetet sociale dhe mediat, duke ngjallur interesimin e audiencës së saj. Çfarë po ndodh në jetën e saj personale, ta e konfirmoi këtë vetë këngëtarja, e kuptoni tani. Thashëthemet po qarkullojnë për Dafina Zeqirin, e cila thuhet se mund të jetë në pritje të ëmbël. Fansat kanë filluar të spekulojnë pas disa performancave live, ku duket pak më ndryshe. Sipas Index Online, burime pranë artistës kanë konfirmuar se Dafina është disa muajsh e shtatzën dhe po përgatitet për të mirëpritur një bebe në muajin korrek. Nga ana tjetër, Dafina Zeqiri nuk ka bërë asnjë deklaratë, duke i lënë fansat të presin me padurim për një konfirmim. Por në një intervistë para disa muajve, ajo shprehej gatishmërinë e saj për të pritur një fëmijë. Përndryshe javën e kaluar, Nofilt zbuloi se sipas Google Trends, duke krahasuar 5 këngëtarët më të klikuara gjatë vitit që lan pas, Dafina Zeqiri ka dalë si këngëtarja më e klikuar në YouTube në Kosovë. Ajo ka arritur një sukses të jashtëzakonshëm, duke të rrequr një audiencë të gjerë dhe duke u renditur në krye të listave të kërkimeve dhe klikimeve në YouTube. Tutje, Dafina ka konfirmuar planet e ardhshme përmes një komenti në TikTok për një koncert të mundshëm. Jemi në planifikim më sipër. Kënga e fundit e Dafinës është ajo në bashkëpunim me reperin Mosi. Ky projekt muzikor ka grumbulluar 14 milion klikime në platformën YouTube. Krahas bashkëpunimit të fundit me reperin Mosi, Dafina vazhdon të jetë një nga artistët më të kërkuara në mbrëmjet muzikore. Albumi i saj i fundit ka marrë vlerësime pozitive nga publiku.
Heidi Baci dhe Romeo Vesha janë rikthyer në fokusin e mediave dhe publikut. Me historinë e tyre të dashurisë që kanë mbushur faqet e portaleve dhe platformat sociale, pyetjet mbi një mundësi të ribashkimit janë gjithnjë më të shumta. Çfarë ndodhi mes tyre dhe më shumë detaje mbi këtë lidhje tregon materiali në vazhdim. Heidi Baci, disa muaj më parë, deklaroi se do të shpërngulet në Itali për të vazhduar jetën e saj atje. Njëkohësisht, ajo konfirmoi largimin nga moderimi e emisionit Goca dhe Gra. Megjithatë, nuk kaloi shumë kohë dhe u bë e ditur se Heidi do të jetë moderatorja e re e fan club, duke tërhequr vëmendje të madhe për rikthimin e saj në Shqipëri. Moderatorja Roza Lati, përmes një postimi, pati thënë: "S'di që të them, di veç të them që më është shpifur televizioni." Sidoqoftë, nuk pati ndonjë reagim nga ana e Heidit. Përveç angazhimeve profesionale, Heidi ka qenë shpesh në qendër të vëmendjes edhe për jetën e saj private. Marrëdhënia e saj me Romeo Vesha, një nga çiftet më të dashur të Big Brother VIP Albania 3, ka qenë shumë e komentuar. Ata para disa muajve larguan njëri tjetrin nga Instagrami dhe kanë shirë të gjitha fotografitë e përbashkëta, duke konfirmuar për publikun përfundimin e lidhjes. Megjithatë, së fundmi, është zbuluar se ata kanë filluar të përcjellin përsëri njëri tjetrin në rrjetet sociale, gjë që ka ngjallur spekulime për një ribashkim të mundshëm. U takuan ata pasi u rikthye Heidi në Shqipëri. A kanë vendosur që kësaj here të mbajnë lidhjen e tyre të dashurisë sa më private, apo ndoshta vetëm të mbeten miq? Për të gjitha këto, asnjëri ende nuk ka konfirmuar asgjë. Heidi Baci është një figurë e njohur që nga pjesëmarrja e saj në Grande Fratello 2023. Ajo është 27 vjeç dhe ka jetuar për shumë vite në Itali. Përveç kësaj, në vitin 2018 ajo mori pjesë në Miss Italia, duke treguar gjithmonë një prezencë të fortë në botën e spektaklit. Nga ana tjetër, Romeo Vesha, që nga dalja nga shtëpia e famshme, është duke punuar për serialin ku ka rolin kryesor, së bashku me mikën e tij, Elvana Gjatën. Në botën e showbizit, pamja jashtme shpesh është në fokus dhe yje të shumta zgjedhin të përdorin injeksione për të luftuar plaken dhe për të ruajtur një pamje sa më rinore. Megjithatë, disa figura të njohura kanë zgjedhur një rrugë tjetër, duke u distancuar nga këto trajtime dhe duke promovuar një qasje më natyrale ndaj plakjes. Materiali në vazhdim përmbledh disa nga yjet që zgjodhen për të qëndruar larg injeksioneve kundër plakjes. Industria e filmit dhe showbizit në përgjithësi në Hollywood kanë qenë gjithmonë një burim ndikimi fuqishëm në perceptimin e bukurisë dhe standardet estetike globale. Në dekadat e fundit, botoksi, fillerat dhe operacionet plastike janë bërë një pjesë e rëndësishme e industrisë së bukurisë, duke u promovuar nga shumë yje. Këto procedura jo vetëm që kanë përmirësuar pamjen e shumë prej tyre, por kanë krijuar gjithashtu një treg të madh për trajtimet estetike që përfshin miliona konsumatorë në mbar botën.
Botoksi dhe fillerat u bën të popularizuar në fund të viteve 90, kur yjet e famshëm filluan t'i përdornin për të zvogëluar rrudhat dhe për të përmirësuar konturimin e fytyrës. Operacionet plastike nga rinoplastika deri te liposuksioni dhe implantet gjithashtu u bën më të pranueshme fal promovimit të heshtur nga emrat e mëdhenj të Hollywoodit. Revistat, rrjetet sociale dhe emisionet televizive kontribuan në romantizimin e idesë së perfeksionit të përjetshëm. Por, a do të vazhdojë rritja e këtyre procedurave? Sipas ekspertëve të industrisë estetike, kërkesa për trajtime si botoksi dhe fillerat pritet të rritet në vitet e ardhshme. Për më tepër, ndikimi i rrjeteve sociale si Instagram dhe TikTok ka krijuar një presion të vazhdueshëm për të ndjekur trendet estetike të përsosjes së pamjes. Megjithatë, kjo prirje po përballet me një sfidë nga një lëvizje e re që promovon natyralitetin dhe pranimin e bukurisë së lindur. Disa yje të Hollywoodit tashmë kanë filluar të flasin hapur edhe për largimin e fillerave dhe kthimin të pamjeve natyrale. Për shembull, Ariana Grande sqaroi së fundmi se nuk po përdor më. Edhe pse ajo e ka hequr botoksin nga rutina e saj e bukurisë, ajo shprehu mirënjohjen e saj për këtë trajtim të zakonshëm në Hollywood. E adhuroj dhe e mbështes, por unë jam ende 4 vite pa të. I shihni këto vijat, i dua ato, tha ajo. Grande ka folur më parë për vendimin e saj për të ndërprerë përdorimin e botoksit dhe mbushësit të buzëve në një video të Vogue Beauty Secrets në shtator 2023. E ndalova në vitin 2018, sepse thjesht ndjesha si të fshihesha, e dini. Sidoqoftë, ka edhe prej yjeve që ende nuk i kanë provuar injeksionet kundër plakjes. Të paktën kështu thonë. Jennifer Lopez tha: "Unë jam me të vërtet. J.Lo ka mohuar vazhdimisht përdorimin e injektuesve për të shmangur rrudhat. Në vend të kësaj, ja ka besuar fytyrës së saj vetëm përdorimin e SPF, te siç tha ajo, vaj u liri." Unë nuk kam bërë ndonjë botoks së deri më sot, unë nuk jam ai person, unë nuk kam asgjë kundër njerëzve që ta bëjnë këtë, thjesht nuk është gjëja ime. Nuk po them që një ditë nuk do ta bëj, por ende nuk e kam bërë. Vetëm pyes veten se çfarë do të kishte ndodhur me mua nëse do të kisha filluar botoksin në moshën 23 vjeçare. Si do të dukesha tani? Fytyra ime do të ishte një fytyrë krejtësisht tjetër sot, tha Lopez. Në një intervistë të vitit 2022, aktoria Jennifer Garner u shpreh: "Shikohu në pasqyrë më pak, fiksohu më pak dhe shiko pjesën tjetër të botës për të parë se për çfarë mund të përdorësh kohën tënde në vend të kësaj." Këto janë vetëm disa nga yjet e Hollywoodit që kanë deklaruar se asnjëherë nuk kanë bërë ndonjë ndërhyrje në fytyrë. Materiali në vazhdim tregon disa nga më të reja nga yjet tuaj të preferuar të botës së Hollywoodit.
Amazon ka investuar $40 milion për të siguruar ekskluzivitetin në një dokumentari mbi jetën e Melania Trump. Dokumentari do të trajtojë historinë e saj nga Slovenia deri në SBA, duke treguar transformimin nga modele në zonjë të parë. Sipas marrëveshjes, ajo do të ketë kontroll të plot krijues dhe do të marrë një pjesë të ardhurave që gjeneron projekti. Dokumentari, i cili do të transmetohet në Prime Video, është me regji të Brett Ratner. Ai përshkruan momente kyçe të jetës së Melanias, përfshir karrierën e saj në modë, kohën si zonjë e parë dhe rolin si nën. Në film do të shfaqen gjithashtu bashkëshorti i saj Donald Trump dhe djali i tyre Barron. Pritet që dokumentari të tërheqë audiencë të madhe duke ofruar një perspektivë unike mbi jetën personale dhe profesionale të Melania Trump. Xhirimet kanë nisur në dhjetor 2024, një muaj pas rizgjedhjes së Donald Trump si president, dhe publikimi është planifikuar për mes vitin 2025. Përpara transmetimit në Prime Video, dokumentari do të shfaqet në një numër të kufizuar kinemash. Ky është projekti i parë regjisorial i Brett Ratner, që pas akuzave për ngacmimin seksual në vitin 2017, të cilat ai i ka hedhur poshtë. Kthimi i tij në industrinë e filmit ka ngjallur debat, si dhe vendimi i Amazon për të mbështetur këtë projekt. Si pjesë e marrëveshjes, Amazon ka premtuar një donacion prej $1 milion për fondin e inaugurimit të presidentit të zgjedhur dhe planifikon të transmetojë ceremoninë e inaugurimit në Prime Video. Dokumentari ofron një pasqyrë të detajuar të jetës së Melania Trump, duke eksploruar aspekte të ndryshme të rrugtimit të saj dhe dinamikës familjare të Trump. Timothée Chalamet dhe Kylie Jenner janë në lidhje dashurie që nga viti 2023. Ata kanë bërë një punë të jashtëzakonshme për të mbajtur marrëdhënien e tyre sa më private. Gjatë një shfaqjeje në Palm Springs International Film Awards, Timothée u pyet si ndjej që Kylie ishte aty për ta mbështetur. Ke shumë mbështetës këtu, e di që ke sjell edhe partnerën tënde, Kylien, këtu. Si është ta kesh atë që të mbështet në një natë si kjo, pyeti gazetarja. Për këtë, Timothée e dha një përgjigje shumë të gjatë, por kishte disa fjalë që ai nuk i përmendi: Kylie, partnerja, e dashura, e tjerë. Është një ngjësi e shkëlqyer të jesh në një dhomë me kaq shumë dashuri dhe kaq shumë kolegë të shkëlqyer dhe njerëz që janë fantastik. Më pëlqen të shoh valën e re dhe gjeneratën e re këtu, tha ai. Shmangja e tij e mjeshtruar nga bisedat për marrëdhënien e tij të dashurisë me Kylien nuk ka kaluar pa u vënë re nga fansat. Jennifer Lopez dhe Ben Affleck kanë vendosur të divorcohen më 20 shkurt 2025 pas 2 vitesh martesë. Lajmi vjen 5 muaj pasi ata festuan për vjetorin e dytë të martesës dhe njoftuan vendimin për ndarje.
Çifti ka arritur një marrëveshje për ndarjen e pasurive, duke ruajtur pronat e tyre individuale. Kjo përfshin një rezidencë për $61 milion në Beverly Hills, të cilën ata e blenë së bashku gjatë martesës. Pavarësisht ndarjes, Lopez dhe Affleck kanë vendosur të mbeten miq për hir të fëmijëve të tyre. Ben ka 3 fëmijë me ish-bashkëshortën Jennifer Garner, ndërsa Jennifer Lopez ka 2 fëmijë nga martesa me këngëtarin Mark Anthony. Shikues të dashur, faleminderit që ishit pjesë e emisionit No Filter, ishit me mua Ronën, dhe po kujtoj që përveç faqes zyrtare në Facebook ATV Live, ju mund të na bëni follow edhe në Instagram No Filter_ATV. Natën e mirë.